Faleminderit shumë zonja dhe zotrin, misafir të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin tonë të juaj një nodën, mirë mbrëma zotrina i Mabazi. Mirë mbrëma, mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma shqiptar, ku do që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi për sëri bashkë, jemi në këtë të shumë dhe nesër dielën në mëngjes në radio televizionin 21. Jemi në sheshin e fjales e mire, këndës të bukur, ku për çdo javë sjellim gjërat nga më të bukurat dhe mundohemi që të jemi koherent dhe konsekuent në atë që të bëjmë shumë çka në mënyrë që ju ta kaloni sa më mirë me spektaklin tonë. Do të kemi shumë çka të bukur, kush ka vesh? Si gjithmonë e nderuara zonja Diana, të cilën e gjeni në Suharek, do me thonë butiku Diana Suharek. E gjeni edhe në rrjetet sociale, në Instagram edhe në Facebook, edhe i keni numrat kontaktus me gjithë Diana Fashion. Nëse desha një të regua dhe një ditë shkova për frizerën, u ktheva në Suharek, edhe Diana e ndëruar, me djallin e saj sigurisht, duhul me një thes fustona, tha që tajnë për ty. Faleminderit. Do të kemi shumë çka të bukur sonte, do të kemi mysafir të veçantë, do të kemi humor, do të kemi këngë, e shumë çka të bukur. Le të falenderojmë nga zemra si gjithmonë sponsorët tanë, ata që bashkë me ne bëhen realisht edhe autor dhe kreator të spektaklit. Se jemi na, janë edhe ata, po janë ata, jemi edhe na, jemi bashkë para spektatorit dhe telespektatorit që na ndjek gjithandej. Edhe pa humbur kohë, le t'i thrasim ato që na sjellin nga çdo javë, me humorin e tyre, me satiren, me alegorin, por bëhen një pikë pritjeje çdo të shtunë. Le ta shohim se çfarë do të na thonë sonte Dada Hyr dhe Kulja. Këtë dashuri, lumturi, dashuri, sa mërësysh qaqti, s'po di soher po visë Po natyre ku qërem vjeshta, përshe, me gjitha të ngrot. E pas këtë përshtot me krejt. Viki, mirë, Dada Kule, mëra pa e kincet. Jo po, përshe më të në zhjetë, në shpinë që po më vjen për më të knaq. Jo shumë se që tu, një me njëri kështu t'kirë në shpit vetë, që knaqësh në zete, lumëtur e gëzushë me të natë mira që, jo si ko në shpiteme aty. Se që bo? Mereni me men, hinë kuzhinë, qka me po shpëreti i bret? Tash djoli, em, që u bu kjo pa pas nërti kështu, pse që ka që i përlyt shpëreti, o i nëmë tha boba, tha ka përgjit dvu. Dhe thash ka përgjit pa fërtere, a? E tu bona nervës, e të thiri kullën. Kullë, thash, qa vë bën, kur kjo halon mazi. Thash që Allah të i hek do kila pesh. Thash ku pi hek, anë salt fiskulturës, a? Jo mëri për në vetësi. Oke, thash, bënë gati, hajde dalim të hojna të pina diko diqka se qëshëm ka bu, kë i jemi nervëz, besë mu kajke. Mirë të ka bo, se vete ki zgjidh, se pëjsha me reburin që ka shumë pare, se të ke fundit, ketë mashtrojnë, ketë t'i dhnojnë, ketë tradhtojnë, kështu që kur t'kanë, bile ma mirë me kajtë, rrugës ka, veni ka deti i Maldives, se me kajtë në kajtë të vedria i Mahollës. Nejse, qumë dëllëm, a di qka? Unë e të thash, ma mirë është me dalë, mu bo bashkëna, e me shti për halkë, e ki po, o ne, si të bojnë 2 gra bashkët një ma halli ka plemza. Unë të aty, na heket nervoza, e dëllëm. Po, valloj, nëse dëllëm, thash hajta shti me kesh pak, oj hyrë, Amerikanë përshkojnë mërinë Mars, e na? Qka na? O, te na vjen morë si vetë, oj budol mas shkurtit me leherë.
Stima ti, Elem edhe po vjen kamarieri, po porositim na. Heje, pije, tëna, ta shtë shkoja imi bo porosin, kur që të ofër neve një tavolin. Një burë, një kamarier tjetër pja bon, ta zotnita, qka do në me pija kjo gruja juj? Kura i hes, pa një pa dy, tha, kjo gruja, tha, në shpetha ma pen gjokin mu, a këtu tha birja një kafe. A i ti po dy ta dy partnera që që më ziti, kër puthën i mshelin sytë dhe me ka denë, bo nome. Masa ne i thojnë, ku i po ta sytë? E qaj budolla, i shmartu me qatë grunë. Qaj? Qaj. Po? Me shpresa që kam i gatu si nona. A kjo të e rres si baba, pa. Zalvim të abër. Në ardhë buka, ja nesëm na pohojna që aty kur penina që atje, një vazhurme. Oj, qyqe qa u bo kur këqyri atje, një kamarier i thëj ke njonit, o zotni, të dehurve nuk ju shërbim, pa një, pa dhe veç kur të këthuja i ka hone për më këqy drejtë sy. Të rashalluqëve tha për ju jep një buk me hongër, tha nona dhe për Oj, hirë, që so këm dosh me të kalzu diqka. Qka? Dhe ke dyqysh marë se dija zvet, pse? Folmëri se më kupe, qka? Që 7 muj dit ma rrug. Kube me rrug, kur ti si jetu për nuk kërkën? O, ma pa që njoni fotografin e burit me gru. Me gru? Et hingu e gle, et investigaj, et hullumtaj, et bëj, cyrë në qyshdimo. Ka? Te qelin e adres fals, e ka burit fotografin, et i thëmë, ndo që më smja që grusone, ki më pagu. Edhe? A e fotografi menagjerja e firmës tyne. E mos me hupat menagjerën, a din se shumë e zoja jo, shumë punëtore. Gjdo muj ka nimi ojrë, ding. Po ja kish në i sem në për menagjerën, a? Ajo, këmëri po kunoti. Shete, kunoti, këm jam shirdelë. Kunoti, pa din qysh. Kunoti një onë, kunota tjetër në onë. E mjam shefa, për ditë mos më ditë, këta si qifti i lumëtur, pa pikë nderi. Qartë është, një dëst i jemi që huvi, thët. Nderi nuk humbën vetë. Nderin mund të humbas është ti. Po përa, të në mirë. Jemi këtu në spektaklin tua, jemi këtu në Odon, në sheshin e fjales e mire këngës së bukur. Për çdo javë vinë personazhe ana botës. Kemi fatin e mire të rallë sonte ta kemi një personazh të veçantë që në kurrizin e saj mbart një piramid krijimtarie shumë e shumë vjeçare. Një yll i madh me një krijimtari fantastike, e të rallë, vjen për të na kënduar, e për të na rrëfyer, një pistë, një rrugë, një përvojë jetësore që sigurisht do të na vlej dhe njëkohësisht do ta shijojmë edhe këngën. Zonë e zotëri për ju, për të gjithë, e madhja Ganimete Jashanica. Pas ka rritur nana, djali shtat bajrake, nusin që ka zgjedhur, e ndu më duvake. Pas ka rritur nana, djali shtat bajrake, nusin që ka zgjedhur, e ndu më duvake. Hopa, 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 Nusja shumë e bukur, veç për djalin tone. Hopa, 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 në vale dorë për dore. Nusja shumë e bukur, veç për djalin tone.
vete Asanica, mirë të erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për E ftesën. mrekulli që të kam musafire, ku gjama ti s'ke qenë, a? Moti s'kom A, qenë. është e vërtet? Ka një 3 vite. s'ka Po do më bofshe. thonë, vitet po ikin shpejt, e na po mendojmë, jo mërë kam qenë. Me gjitha të, kënga jote ka qenë prezente, kështu. Patjetër, po. Të kemi dëgju, të kemi për cjellë dhe bukur shumë. Gjithmonë kur na ke ardhë me gjërat bukura, me sihariqe të mira, sonte në realitet bile me sihariqin më të mirë. Ky vit është viti juaj. Po. 40 vjet karrierë, 40 vjet karrierë. Edhe një manifestim jashtëzakonshëm bukur i shënuar, sakte, mire, port akademike. Çfarë ndjen kur e dëgjon fjalën 40 vjet karrierë brenda vetës? Për me u ndërlidh me këtë 40 vjetorin, vitin e kalum, Zoti ma shpëtoi jetën. Dhe më tha nga dalë ti se ke kohë ende edhe ke gjëra për të dhënë. Edhe sikur ai shpëtim jetës sime, se unë rash në shok, më mbushi pak mend. Edhe i thash Naim Krasniqit, si vjet nuk po du me ardhë për vitin e ri, se vitin e ardhshëm, do me thonë, kur festoj viti ri, viti 2025. Thash vitin e ardhshëm, në këtë vit, thash do të mendoj me punu diçka veç për vete. Se pak si kur e kom qitë në harres, vetën. Tha, mirë, do të punojmë, tha, po ti pa qenë në program të vitit të ri, sepse ne bashkëpunojmë që 33 vjetër nuk bën me qenë. Do më thonë, veç 7 vjetë karrierë pa Naimin pas. Veç 7 vjetë, po. Edhe, me njëherë në janar kemi startu me mendu edhe me punu deri në shtator, do me thonë 8 muj dit punë plota, më besa si që ishte mrekulli që unë u riktheva në jetë, ashtu e kam di vetën një mrekulli dhe i falemderohem Zotit që ma dha këtë mundësi që për adhurus të këngëve të mia që me shkrujnë shumë shpesh edhe më thojnë pse si je aktive si kur kureshe. Do me thonë për mu ka qenë një mrekulli edhe prapë po them i falenderohem Zotit për këtë mundësi që ma dha. Ati i kofshim falë, çdo mëngjes kur zgjohem i falenderohem, ja? E nisim edhe një ditë të re. Po. Përjetim i rënd, i vështirë, sigurisht e ke thënë në emisionet të tjera. Edhe unë e kom pas dikur një rast të vështirë, që kam përballu dhe e di se që do të thotë sa i shtohet rëndësia kësa jetë, kësa i bukurie, kështu në... Pse rënë shok, që u bo, a Ismetit nervozojnë i sena, që u bo? Jo, mërë, isha pak pa qef. Ismeti jurë si gjithherë, thuj që farë Ismeti, mirë bon? Jo. Edhe shkova me marrë një infuzion. Shok anafilaktik, ha? Po, do me thonë, kisha pas shenë alergjike. Alergjike në penicidin. Ose je bo gjatë rrugës, gjatë jetës, se bëhesh dë njerë. Po. Bëhesh. Edhe? Edhe shpëtova, s'po du me ju rikëthyja asaj temës, se po e shijaj këtë 20 vjetorin e karrierës. Vërtet, dhe ta shijoj. Ka qënë gjari, vërtet dodhi këtë dit, unë kam qenë prezent, u shënua shumë bukur, edhe shumë akademike. Po, që thuan, një vit punë, një vit pregaditje. Krejt kjo u bënë në patronatin tuaj, familjes fillimisht, në bashkëpunim me artistin e madhë, Naim Krasniqi, që i falenderohem për mone jetë, sepse sa unë i kom nejt për krah ati, aq edhe aj më kanë ndajt muë për krah, se sikur aj ma ka gjetë atë elementin, thelbin, që unë gjdoher me këngë të Naimit me shëndrit, qysh po shëndres, nashta s'po e lavdoj vetën. Jo, të lutëm. Kjo është duar të gjithë se po të dëgjoja, kur flisje për këtë gjë, nga se Naimi përveç që është një artist i madh, një kompozitor i madh, edhe këngëtar i madh,
Edhe s'ka hezitu asë njëherë që këngë të bukura, si kur robat që ja qep njëriut, t'ja u qep këngëtarëve dhe artistëve, ashtu si u shkojnë. Duke mos thonë fundit, jo më penali për veti këto, pëse mi adhonë këti. Pa tjetër. Tek ju ma ka pas një kujdes tepër të veçantë. Naimin, me që se kemi sonë të këtu, mujna veç me përqafu dhe me duar trokit për i s'kemi sonë. Nëse e rekapitulojnë, baka shumë 20 vjetorin, 40 vjetorin tënë të krimtarisë, të punës, të karierës, qëfar pati? A bone në i farë bilancimi, sa këngë ke kënduar, sa tekste, sa shmime, sa festivale? Kure kemi fillu biseden më spari, do me thonë ka qenë 2-3 ditë në bas vitit 3 të vitit 2025, kemi pas problem cilën këngë me lanë e cilën me zgjedh me knu për atë natë. Se ishte konceptu dikunja 2 orë me zgjata, jo? Po, edhe do me thonë qaq këngë të bukra kanë metë, më tha hajtë se në 50 vjetorin e karriere. U bërë një balans, shumë qmime, bashkë me negjin, që e kum pas për krah rrugtimit tim 20 vjeqar, edhe shumë interesant, kur aj nuk ka dash për vete, po gjdoher mu më ka shty për para. Gjdoher o gëzu për sukseset e mija, shumë më tepër se për vetë vetën. Ke qenë privilegjuar të drejtim? Pa tjetër, po. 2 shtyllat forta. 2 shtyllat forta. Edhe një lisi madhë afer tyre, se ajo është, do t'ja themi emnin më vonë, të kanë qëndru prapa, ana, shpara, do më thonë janë kujdes, ke qenë privilegjuar të drejtim, ke qenë me fatë. Po. Sigurisht për që ata dhe Zoti ka thonë, jo, veç po të frigoj pak e këtheun këtë, se ki me kanë jeton, ki me kanë vazhdojnë. Mere vetën me të mirë. Mere vetën me të mirë. Po. Po pikisht në mësollët e kjo. Se është e vërtet janë shumë këngë. T'inglonë si stereotipi me të pytë sa këngë janë bo, po janë shumë. Janë shumë. Në karierën të ande. Mbi 200 janë. Mbi 200. Do më thonë, strikt si numër, prapë së mund është me imbledhë me thonë, që ka që i pas kam. Edhe pa tjetër do të përpiqe me Naimi që në mos asgja bilezani jem dikun në YouTube ose me marë këngëtar të ri këngë me këndu vlera të mirë felta. Ti kanë marë dhe me të thonë të drejten e patëm pregadit edhe ne, doja ta këndojmë bashkë, po të preste Shadërvani, po si arritëm, me gjitha të në gjë shumë e bukur, po që e ka marrë Ylli Limani një pjesë. Po, pa tjetër. Ashtë bukur, këngë kënda, këngë për karierë kur i marrin artistët, se tasha i vlenë për një artist gigant. Sidomos dhe vitet e fundit, është e pa mundun që s'paku 2-3 këngë, mos me i ripërpunu Naimi dhe mja u dhënë këngëtarve të ri me i këndu. A din që është ndihem në sa mirë, sa shumë gëzohem që këngëtarët e ri po i marin këngët e mirë filta, edhe po i këndojnë, edhe po i interpretojnë shumë bukur. Bile shumë shpesh po ju thamë, ju këngëtarët e ri po na rrehni shuplak neve, pse vre po i kënani këngë shumë bukur. Kanë këngë që kanë shumë vite. E kanë bjetu. Po. E po, me që e përmenë në egjën më këtheve, me gjithatë të fillimet tua, kusht ka shtyrë ose të kam shtetë më shumë në fillimet tua, kështu? Se ta shkëflasim për 20 vjetë karierë. Motra ime e dytë me radhë, ajo merte pjesë në përditë shkollës, këndante, kur i ndihmonte nanës rreth punëve të shtëpisë, i këndante këngët e Liri Rashës. A, Liri Rashës. Po. Edhe unë e ndëgjoja, po kur e kam pas një talent që nëse një herë veç e kom dëgju tekstin, që ta shpëndodha ashtu, po i harroj pak. Janë mush fajlat pak. Po, nëse një herë e kom dëgju tekstin, unë e kom mësu me një herë tekstin. Edhe kur u largoj ke motra, unë e thësha po di me knu si kur ajo. Edhe knojsha këngë. Sepse Negji në ato periuda ka qenë shumë aktiv, ka qenë në shoqërinë Rilindja, edhe shumë pak i ka ra me nejtë në shtëpi. Po ma vonë, kur unë e fillova me u rrit pak, Negji rrinte në shtëpi, edhe u bëjshim grup, edhe këndojshim këngë të marrura nga Shqipëria nanë, që edhe sot i dua ato këngë.
Edhe vllau jemi dytë, a i ka qenë të jetën është marrë me sport, por me një zë bas, tekstet e këngëve të gjitha i din të bile ma mirë se ne. Gati një farloj polifonie ju Po, në shtëpi. edhe nga një herë i thoj shumë, mos ja nis shumë molët se po na e prish. Motër. Kujdes se mu më kanë tiraj dardushi me knu. Dhe me thonë për kroja ka qenë, sidomos e babës tim. Babës. Baba ka qenë një jurist, një njeri intelektual, i shkolluar, që e kom pas për krajen më të madhe prej ti, mandej normal prej familjes. Do më thonë e mori me shumë qef, me shumë dashuri babaj që po. Me shumë dashuri, edhe ka vdek edhe ka shku, po fatkeqësia e ime është që një amanet ma la dhe që ato si akum kry, po besoj që Zoti ma dha shansën që kom ja kry dhe ata amanet. Po nana qa thoshte kur fillove me këndu? Nana ka qenë shumë i ka dash djemët. Si zakonisht, vajza e babit, djemët e nanës. Unë e menegji i kam dikon afer ma shumë se 12 duete. Edhe kur ja shqoj shumë kangën që e ndëgjoj kje ndëgjoj, mire dhe ti. A mire dhe ti, Mire dhe ti, negji shumë bukur po kënan. Nuk kam qa me të bo, mos u idhna se negji po kënan ma bukur se ti. Ganimete, cila ka qenë kënga juaj e parë që ju bani të dukshme, ose që ndjeve vetën këngëtare e vërtet? Kënga e parë që e kam incizu, ka qenë kënga kënga në Radio Prishtinë. Në Radio Prishtinë në atërshme, ka qenë kënga e mirje, moj qik tropoje. Po unë e kum pas këthy se na do fke me i cenzuru pak, po qik Kosove. Edhe aty ishte një u përmend ke fjala Shqipon. Edhe kur u përmend ke fjala Shqipon, krejt publikun kam. Me qatë këngë e kam pas fillimin, mas ne i shot Galice e shumë këngë të tjera Ganimet Tërbeshin, mos të harroj se kam këndu, po se cila këngë e ka veçantine vetë që mëri këthen edhe me kujton diçka. Po ishte kjo që në realitet u bërë e dukshme me po, sepse këndova dhe në Kosovarja këndon, kështu që... Ka qenë kohëra tjera pak, ha? Si ishte të ishe këngëtar edhe femër në atë periudhë? Kanë qenë kohëra shumë të bukura, të mira, po dhe me të vështira, se të tash. vështira. Më të vështira kanë qenë se ka qenë shumë ma vështirë me mbri, me bo amër. Me i qizu në Radio Prishtinë. Do me thonë, sa filtrat jenë ba, është dasht me qenë këngëtare, pikspare, dhe mentaliteti pak. Edhe mentaliteti. Po, ne i kemi pas... Ajo tabuja. Po ti ke shku me vlaune, mi mirë ka qenë. Edhe ka qenë, ne kanë hapë rrugën fatmirësisht këngëtaret, më të vjetra se ne, edhe mandej ne pak e kemi pas ma letë, veç pak. Ishte Kosovarja këndon ajo që në realitet ishte një trampolin e mirë për këngëtare në atë periudhë. Po kënga që të ka shënu më shumë të në publik, shtu. Në tërë karierën, që ta kërkojnë më shumë, që është dje më shumë, që është... Kënga 2 vjetë, që dhe sot e kësaj ditë 2 vjetë në ty më ndoj, që 2 vjetë pas te e shkoj. Kënga 2 vjetë që më identifikon, por më ndej vinë këngët Engjëllush, këngët Dashurie fshehur, unë e negji që u shpërblym, kënga Frymojer, po kam shumë këngë të cilat më identifikojnë edhe mbaret kush si e sheh, edhe kush cilën këngë e donë ma shumë. Po kam shumë tituj. Edhe janë shumë tituj, nuk mund të thësh vetëm kjo duar trokitet, veç në... Sa ka qenë e vështirë Gane me rujt stilin tanë, për shkak të ndërimit të kohrave dhe për shkak të edhe zhanreve të ndryshme që prominojnë me kohën, ndryshojnë, se je mbrojt shumë sukses shumë për i kësaj. Jam përpjek që me i ru vlerat e mirëfilltat këngës shqipe. Edhe me ju lën një bagazh, si kuron që e kom këthy një kaset për shamull të Fitnet e Regjes me mja kuptu tekstin edhe me këndu edhe me shiju
që edhe gjeneratat të reja ti marrin këngët e mia dhe ti ripërpunojnë. Thjesht jam përpjek me lanë një trashëgimi të bukur, edhe për mu kur s'ka qenë e rëndësishme parja, kur s'ka qenë, a dikur ka qenë e rëndësishme që unë me majtë familjen vetëm para luftës, kur unë edhe bashkëshorti em kemi qenë Të pa punë. të pa punë. Ishte kënga ajo që na mbante. Ishte kënga ajo që na mbante. Mos me lëna të dhe unë me... Edhe, po une kur nalna me analizu, para luftës, është bërë arto njeri, pa institucionet tona, është bërë artë, sepse edhe me këngë Shqip është valzu, edhe me këngë Shqip kanë ditë me shiju dasmën e vitin e ria hengun, edhe të gjitha, unë po mendoj që fajo është e ne, sepse qka pju plasojmë ne publikut, ata po e marrin si për të mirë qenë. Ushqim shpirtëror, po astaj se e përzim ka pak, edhe nështu të kjo, se prap valzohet me ato këngëtuajet bukura të gjithve, kështu këngëtarëve të mirë filt. Po të kjo rujtja edhe stilit, edhe artistikës, edhe e traditës, edhe e ke punu vetë, po edhe me ekip, ha? Pa tjetër. Si, me kanë e ke diskutu mas shumë të gjatë këtyre viteve të krimtarisë bujshme, se edhe 90-99, edhe për bjetes, po edhe për koncertet bukura, për paraqitjet bukura, është punu shumë, edhe keni punu shumë, pa fundësisht. Në krejt të vite, cili ishte ekipi që i diskutonit, edhe që... Për shembull, kur kemi shku te Naim Krasniqi, Negje dhe Ismeti i kanë thonë Naimit që na dojmë këngë Shqip. Edhe ai ka thonë, unë s'di tjera me punu. Një periudhë gjatë asë më ka qenë e diskutueshme që do të mu këndu këngë të tjera. Më kujtohet një vetë kur pak dashta me bo një këngë ma komerciale, edhe djali më tha, urit, u martu, krije familjen, o i mamë tha, bën me të pyet diçka? Thash po. Tha, a i fiton milionat me qitë këngë? Thash jo. Të lutem, tha, mamë, rikthej këtë këngë, mëse kënda se së për ti. Se këndove fare, a? Se këndova fare. Se kisha një pyetje, pikrisht të kësaj natyre, a ka ndo një këngë që se nuk ke e këndu këndova fare? fare këngën. Edhe që s'do ta këndoje? Edhe do me thonë në bashkëpunim me djalin, mamë tha, ti si hik ty në ujrave të ndotur. Po, tha, mi pas fitu 1 milion, kisha thonë, kënove e dy durt, por... Ashtë ajo Barcoleta, tha, për 1 milion. Po, e kështu që... Ke qene kujdeshme në? Kam qene kujdeshme në drejtim, po edhe nuk e kum pas për krajin as të familjes, as të rrethit, sepse kam jaftu një koment i njerëzve edhe një ndalje, një përqafje njerëzve në rrugë dhe një koment në përrjetit sociale, më mbajt që pjavlejka me i rrugë këto vlera. Edhe mos me hezitu për atë për cilën ishe përcaktu. Po temat, si keni zgjedh? E keni zgjedh sikur në këtë periudhë është e nevojshme një këngë Gurbeti, apo një këngë pak më e bukur sociale, dashuris, apo tekstet? Tekstet, për shembull, më ka bo shumë tekste Hivzi Krasniqi, Naim Krasniqi, Muhamet Krasniqi, krejt me Krasniqi. Po kam edhe njerëz tjerë... E vetë Mehmeti, Viz Jashanica. Po. A me këta krasnist ke punu shumë, do më thonë. E me këtë duhet rëkiti absolutisht i falenderojmë ata mbi të gjitha Hivzi Krasniqin, që sështë më ajtë giganti malë që na mungon ashtë shumë. E që pej skenes I kam disa për homazh veç duhet rëkiti. Ka do të në këndoje në vazhdim, sepse sa i përket 20 vjetorit, e prekëm pak, është e bukur që është transmitu në Radio Televizionin 21, është shënu shumë bukur, gjitha ato këngë, gjitha ta bashkëpunëtor, që i pam aty dhe njeriu vetën e sheh edhe kur vërtet ofrohen edhe bashkëpunëtor, të duket sikur po ecë në përshkronja të krimtarisë tënde dhe regjia na ka dhënë her pas here momente të bukura nga 20 vjetorit dhe çfarë do më na këtu në vazhdim? Një këngë nga këto më të rejat. Do ta këndoj një këngë të Gurbetit, cilën
ma ka shkru tekstin edhe një gurbet qarë që edhe ai vetë jeton në Gjermani edhe ishte dikur antar i shoqërisë kulturore artistike Rami Sadiku të Prishtinës atëhershme,Ganishala, edhe kam dhëndër, edhe ka qenë këngëtar poshtë, edhe një tekst shumë i mirë, që ja kushtoj enkas djalit tim, po shumë njerëz do ta gjejnë veten në atë këngë.Ganishala. Nuk kon veç Rami Sadiku, të kon edhe i Bajram Currit. Miku im, nga më të mirë në jetë, që prej këtu e falenderoj me përqafoj me dorë trokasin, se s'kemi çfarë. Një familje pjesë intelektuale, vajti muja profesorinë. Po, pikrisht, më ka bë përshtypje kur po dëgjoja atë ditë, se kishte shumë emocion ajo këngë edhe ndërlidhja, që një ditë, ajo që i kishte këndu Gurbetit për shumë vite, e përjeton të Gurbetin e djalit, ishte një emocion shumë i veçantë. E ndjeje kështu? Ashtu e ndjeja, po. Kemi dash djalit mja bo befasi në periudhë shumë gjatë, më zgabofsha 2-3 ditë para 20 vjetorit, e ka kuptu që është një këngë e Gurbetit edhe që i kushtohet ati. Po, unë për shambull ma herët, kur nuk e kisha djalin në Gurbet, edhe kur këndoja në për koncerte jashtë vendit, edhe i shisha njerëz nëse edhe nuk ka qenë kënga e Gurbetit, po ka qenë një këngë që ata e kanë adhuru nështa në rini, nështa në fëmini, kur qanin nuk i kuptaja. Pse po qajnë? Pse po ndihen kështu? Me shkumin e djalit në Gurbet, unë i kuptoja ata njerëz që po dika njeriu me kajtë dhe me këngë. Sigurisht. Edhe unë i kum këndu edhe ma herët Gurbetit, i kum këndu edhe gjuhës tonë, që kur shkoj në Gurbet, s'paku gjuhën tonë, ta rujnë bile edhe ajo këngë, kudo që ka pas shkolla Shqipe, klasë Shqipe, është këndu ajo këngë me shumë dashuri edhe shumë sos, edhe njerëz që kam punu në Gurbet, më kanë falenderu për atë këngë, që edhe po e mësojnë gjuhën duke këndu, edhe po ja u qesin dërmen që do të me rujt gjuhën. Edhe shkollë, edhe... E mira është që djali është këthy tani, se muj me marrë me menja 16 vjetë. A qa ishit me Ismetin gjithmonë kur nisën e andej? Sidomos kur është nisë ajo dita... Hera parë. Ajo dita kur ka shku, do me thonë, ka qenë... Mu doke që kur po keshin e po folin të tjertë, thësha këta se kanë halin temë. Se kanë mërzin temë. A din këta sa po mërzit mu? Ani, a i përdor që i syzat kur e që ishin në aeroport? Jo, valla si përdor shaheq. A, jo, a? Jo. E, mirë shumë. U përpjek shumë pak më rujt deri sa ta u largojshin, po a i lotit në të rathonte gjithë. Vërtet? Gjithë në të rathonte. Edhe Ismetin se mbahat i qetë, burë kështu e të rathonte. I besa edhe Ismetin e të rathonte shumë po. Po talem s'kenët na këndosh këngën e Gurbetit dhe tashi pak ma shlirë bashkë ndjejmë të gjithë, por përsëri ishte një plagë se cilës e çuditshme i është kënduar, i është duar trokitur dhe shpesh edhe është vallëzuar me të. E çuditshme, ëh? Po. Ganimete, s'kena për ty këngën e Gurbetit dhe kthehemi e flasim pra. Faleminderit. Kush ma mori dretën, kush ma mbushi semrën vner, a Gurbet ti kopsh malkue, zhatë vembje sjele për he. Në u bosh ma fort se guri, vjen një dit zemra për lecet, djalin rita bash si mola, në Gurbet tani është tret. Shpirti
Kush ma mbushi zemrën vner, a gërbet ti kopsh mallkue, lotë dhembje sjelle për her. Zemra qanë sa larg shkove, veç në menje pran me li, edhe kur natës më merë gjumi, fotëm tënde n'baj në qiv. Ah, këma mali shkret, shpirtin zemrën ma pëlqet, një me si pashtoj rrit, e veç një veç du i prit. Ah, këma mali shkret, shpirtin zemrën ma pëlqet, një me si pashtoj rrit, e veç një veç du i prit. Ah, këma mali shkret, shpirtin zemrën ma pëlqet, një me si pashtoj rrit, e veç një veç du i prit. Jemi rikthyer. Regjia na ka futur edhe pas këngës tënde të bukur edhe marketing, po na ecim tutje sepse na solle përsëri kur këndon këngë të këtilla ka emocion, rikthehet emocioni. Po a ka ndonjëherë, ndonjë moment në skenë që ju kanë rrjedh lot e s'ke mujt me i nal? Që më kanë rrjedh Cila ka lot. qenë arsyeja? Më kujtohet para shumë viteve në Belgjik, kishin qenë një publik shumë artëdashëse, shumë e kulturuar, që kur këndon të këngëtari, ata e dëgjëshin me shumë vëmendje. Edhe kur u kryke strofa e këngës, ata duartrokitnin me shumë dashuri. Edhe ka qenë periudhë të cilën ata edhe ju ka mungu vendi se për dokumenta, dihet për çfarë çështje kanë migruar. Dhe për një moment mu ka kujtu me këndu këngën e Jusuf Gërvallës. E në Bruxelles kanë qenë shumica bashkëpunëtorëve ti. E në Bruxelles kanë qenë, nuk mund është me marrë me mend që krejt publika, mos tem të gjithë. Ka qenë një heshtje edhe unë thash, kukus po ju pëlqen. Kanga. Edhe kur pisha tek tuk publikun kanë fillu po i nxjerrin faculetat, po i fshin lot, besom, me shumë emocione kam këndu. Edhe shumë shpesh më rikthehna në atë periudhë që mbrina me i emocionu atë shumë publikun. Po edhe vetë vetën. Qava dhe vetë. Qava edhe vetë. Më ka ndodhë në Kanada në një koncert, e ju thamë, tani jemi të lirë, shkojmë edhe vim kur të duam, po unë do të këndoj një këngë të artistit të madhë, Selami Kolonia, edhe në nga Gërbeti, edhe gane kur të filloj me qaj tune, e s'mu shamunon. Po, tu i po ata, është e vërtet. Absolutisht, edhe Miriam shikon po tash vazhdoj e kongën, se që nuk vujsa. Kur jetë artistike, ju ka lodhë, se me gjitha të, sa kemi pas knatësi, e mrekulli, lodhja ka qenë aty, se 24 orë punë, kur jetë artistike ju ka lodhë, kush ka qenë ai person që me një përqafim që ju ka dhënë, ju ka sjellë qetësinë që s'ta ka dhënë as skena? Është e vërtet që ka momente që çdo artist e lodh jeta artistike. Edhe pse për shembull unë jetën time private shumë jam përpjek me mbajt për vete. Po kam pas momente kur gjendja ime shëndetësore nuk ka qenë e mirë, edhe bëll knova, bëll se po niprit e mbesat. Niprit e mbesat. Erdhen niprit nga Amerika, se unë i kam edhe 2 vajza nga ana e vajzës, edhe i kam 2 vajza dhe një djalë nga ana e djalit. 5 herë gjyshe. 5 herë gjyshe. Ismeti 5 herë gjysh? Edhe Ismeti 5 herë gjyshe.
Kur më dajtë në rami atë natë, a din qëfar emocioni ka qenë që i kishat një prit dhe mbesat aty. Edhe mbas një periudhe e pyt nusja Klen, mbesën e time të madhen, që ajo tash i ka bërë 16 vjetë, edhe i thot, kam pas një aktivitet atje në Amerikë dhe thot, apo të vjen keq që ke mungu? I thot, jo, nuk po më vjen keq që kam mungu. Se knaqësia më e madhe imja ka qenë që unë kam qenë pjesëmarrëse në 40 vjetorin e karrierës nanës, edhe unë nuk e kisha pas njoft nanin, qysh e njofta atë natë. Atë natë. Do me thonë, që ajo përgdhelje e tyre që mjafton, do me thonë, jam e përmbushun që ma kanë dhënë një prit dhe mbesat. E tash, kur jemi të qëtësia të krahu që mbështetësh, që bashorti juaj ka qenë pranë jush në çdo hap. Si e ka ndikuar ai rrugtimin tuaj? Edhe sa e ka ndier barrën e skenës bashkë me ju? Sidomos para luftës, në shumë momente më ka ardhur keq që është i ulun mbrapa në një tavolin e unë jam të këndu në skenë. Në skenë këngëtarëve mund t'ju ndodh të vjet dikush, thot të veshi, këndohet që të kangë, bëne këta, ndodhin shumë gjera. Edhe u kthesha nga njëherë, kthesha kokën, Ismeti ati ullun, të më prit. Po, e mira e gjithë kësaj, ka qenë për krahja, edhe na kemi mbajt familjen me prej kangës. I kemi rritë fëmit, i kemi eduku, edhe falë Zotit janë rrugë të drejtë. E që kjo është, do me thonë, ngushlimi se shumë momente ka pas që është lodhë nështë më tepër se onë se këti ju ka dasht me vozit, këti ju ka dasht me ndimu me u vesh, këti ju ka dasht me prite. Shumë ma vështire ka pas këmë më pritë mu diri sa kry një dashëm, ose një koncert, ose se unë kam qenë aktive. Absolutisht. Po, unë jo marrë dhe koha më ka kalu shumë shpejt. Faleminderit Ismet që na ke duru, që ka me dhe. Çfarë vjen kur e shef vajzën tënde të ecën me krenarinë asaj të qenit bija Ganimeta Jeshanisës? Njeriu gjatë tërë jetës, edhe fëmijët e vet, po vi ketu i njoft. Sa kapacitet kanë, sa e pirkrahin ata prind, edhe definitivisht unë në këtë 40 vjetorin jam një shumë e përmbushur edhe shumë krenare për fëmijët e mi për të dytë, edhe për djalin dhe për vajzën. Vajza e ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, do me thonë shumë ma shumë. Ajo ka nga mas meje për çdo gjë, për qepjen e fustanave, për sallën, për menaimin, tanë kohën ka qenë në kontakt, edhe jo për këta, po dyqysh e she atë shpërblimin që fëmija po ja bojnë prindit. Se shpërblim ma i madhë se për krahja, morale nuk ka se për prind. Një dashurie dhe talent kështu i janë. Plus a e ka një talent shumë të madhë për me këndu. Këndon shumë bukur, po shumë është interesant që ajo nuk është shumë e interesume të këndoj. Shumë shpesh i them, pa hajde, jo, mam, nështë ta vjen momenti kur... Ka rastet të tilla plot. A ka ndonjë bashkëpunim në jetën tënde që do të donit ta kishit realizu, po su realizu kur? Në botën e këngës? Në botën e këngës. Drejt me të thanë, unë në këtë drejtim e kam pas vllaun, ku më bashkëpunu me shumë këngëtar tjerë, në për potpuri të ndryshme. Me Hysen Smajlin e kam një potpuri,
kushtuar nënës, edhe ajo është kushtuar këngë gurbetit, cilës një nënë e 8 fëmijë dalin në gurbet dhe mbet nana veton. Nuk kam menduar ndonjëherë në këtë drejtim, sepse e kam pas... I ke pas aty. I kam pas aty. Shumë bukur, me se na lek tu te familja, nuk na dole, i ke realizu. Nëse të duhet ta përshkryje familjen tënde në një këngë, cila do t'ishte ajo dhe pse? Mund është veç kuptimin, mi a thonë s'po kërkoj, mi na bo këngë se është... Një titullin një këngës, Mrekullia e Zotit. A Mrekullia e Zotit. Mrekullia e Do t'ishte Zotit. kënga me bukur e jetës. Në cilin artist e ke nda skenën kështu dhe e ke përjetu me emocionet më të mëdha të jetës tënde? Unë kum da me shumë artist, me shumë artist. S'kisha ditë ta veçoj ndonjërin, po... Krejt du që aty Nexhin edhe Naimin me i da, dhe në kur gjë tjetër, në... Në fakt, a din çfarë më ka thonë motra ime mas 40 vjetorit, mas programit e mas gjitha asaj pregaditës. A ke menu ndonjëherë më ka thonë ganë që Naim Krasniqin mund është me pas vllaun ton më të madh, sepse pak me mosh është më i madh se Nexhi. Thash jo. Atëherë mendoja për sodit. Edhe mire ka pas. Tashi, kur këndon sot, pas 20 vjetësh, a ndjen të njëjtën ndridhje në zemër që e ke pas fillim? Jo, tash shumë ma shumë. Absolutisht, të ndodhë kjo. Besam, kur kam qenë shumë e re, nuk kam pas përgjegjësi. Jam dalë e kom prezentu veç vetë vetën, edhe në atë kohë unë kam dash njerëzve të tregoj që unë di të këndaj. Tashti është përgjegjësi shumë e madhe. Pikës pari para adhuruzve të mi, para familjes time, edhe para njerëzve të cilët e përcjellin karrierën time, që shumë njerëz më thonë, unë jam rrit me këngëtuat. Kur jemi të adhuru. O shumë përgjegjësi e madhe, edhe unë besoj që të gjithë beson parës kur këndova, më dridheshin dur. Sepse është një përgjegjësi... Një frymarrje shpejtësua, një rrahje zemre më shumë, më ndryshe. Mirë, se i përmen adhurus dhe është shumë rëndësishme. Cila është fjala më prekse që ju ka thënë një adhurus gjatë këtyre viteve? Apo dhe më dashur nuk do të thotë me qenë prekse? Është shumë interesant që unë kam pak komente, po në përgjithësi 99% i kam komentet e mira. Edhe më gëzon ky fakt. Kur më thojnë që me zërin tënd e gjejmë paqen, e gjejmë ngushëllimin, jeni dive këngës të Mirëfillë Shqipe. Më gëzojnë këto komente, më bëjnë të ndihem krenare. E ndjenë mirë njohen atyre për të cilët absolutisht ke kënduar. Gjithë sot gjeneratën e re të artistëve, çfarë do t'i këshillonit? Kemi këngëtar shumë të mirë. Gëzohem, unë sarë po i mbaj mramjet edhe po i dëgjoj këngëtarët e ri që i përcjeli, se dhe ne i kemi këngëtarët, disa prej këngëtarëve të ri që i adhurojmë, gëzohem me sukseset e tyre. Le të vazhdojnë kështu si kanë fillu, sepse me art i kemi mri majat ne shqiptarët. Edhe me sport edhe me art, le të vazhdojnë kështu, le ta duan këngën, le ta duan vehtën, mos të abuzojnë me zërin e tyre, kur mos le ta pinë duhanin. Sepse unë shumë shpesh e kritikoj vetëm pse pi duhanin. Se unë e keshtu të veta, Ismeti pe pinë duhanin, a? Jo, Ismeti nuk e pen. A se pen? Unë e pi duhanin. Edhe në një farë mënyre kam abuzu me zërin tim, kur e kam një zë prej Angjulli që nuk është dashtë. Gane,
Ismeti, djali, vajza, ka sa fëmijë kanë? 3 dhe 2. 3 dhe 2, po djali 3, vajza i ka 2 vajza. Vajza i ka 2 vajza, që do të thot 5, edhe ju 4, 9, kështu. Po. Pas prej, ajo rronja krejt tej, se për kështu i sa dush, edhe ka Mehmet, edhe Jashanis, sa dush ka. E mush një koncert, veç me ju bo, hej, vind, pa problem. Në fakt jemi 10. 10. Po. Mirë, unë e ti Edhe nusën e llogarita, si antarët shtëpis, edhe që ma kënaq zemrën. Që ta kënaq zemrën, vjeherë mirë. Se miria, fillimisht po treguohet shumë vjeherë mirë, kështu që tash nashta ka fillu ky trend. Din edhe më në fond fjalën vjeherë do ta përmenin ma me dashuri edhe nuk se vjeherë do të jenë një binom ndryshe në të ardhmen. Po. Ishte knaqësi që të kisha mësafire sonte, bisedum pak më ndryshe dhe na solle gjërat bukura të një karrieret shumë të suksesshme, vërtet një piramide ndërtuar aq mirë, edhe se ndërtuar mirë, një model shumë i mirë që nesër një i ri apo e re, me qëllimi kisha dhe pyetjen e kaluar, thot, po si duhet m'ja bojnë me pas sukseset, që qështu? Edhe në për ato komente, një fotografi e postova me Negjin para disa ditëve, në rrjetet sociale, dhe një komentus kishtë thonë, shembull i mirë për gjeneratat e reja. E reja, absolutisht. Kjo është knaqësia, Faleminderit. Nëse do të mund të takoje vajzen e re, Ganimetën, atë Ganimetën e re, cëla sa po hynte në muzikë, çfarë do t'i thojë sot? Ndoshta nuk kisha bo ndryshe, edhe po ta takoja Ganimetin, i kam disa pengje të cilat po vitu... Kishe shtu diçka? Tu i përmbush, në shumë pak elemente, ndoshta kisha ndryshu nga rrugtimi im, në karriere kam fjallën. Edhe, por unë atë shumë besoj të Zoti, sa që shumë shpesh them, po kështu Zoti e ka shkru. E ishte nga si që të kanë qafirë, nga të gjëra shumë zikra. Shumë faleminderit, shumë Naim, nga ti edhe Miria. Nuk takohemi shpesh, po e kemi një miqësi shumë të pastër, shumë të shëndetshme, edhe dim të avlerësojmë njëri tjetrin. Kështu që jam marrë me shumë knaqësi, me nda këtë gjë të bukur me juve, me njerëz të mirë si që jeni. Faleminderit shumë. Në vazhdim do ta shijojmë edhe një këngë, por prap mos vazhdojmë kështu falenderoj njërin, falenderoj tjetrin, po të faleminderit për gjithë çka ke bërë për atë që është ndër më të rëndësishme të jetës së njeriut për artin shqiptar. Faleminderit. Faleminderit shumë. Sopra mbushur me dashni, me vitet ndryduna në gjik, që i pritet tu i përcjell, vetëm ti pragun s'ma di. Dhe nga pritja lodhet zemra, as që më nuk fal. Dashni e qmuar se i tuka, digjet floken nga da. Le të digjen edhe kujtimet, jeta s'është sa hal. Ashtu si gjithë premtimet, le të shohet shpirtin ngrat. Të haroj nga dal, zemra me asgjë nuk fal, se dashnia jone vjetër, dhe mbjen shtone nuk e ngal. Të haroj nga dal, zemra me asgjë nuk fal, se dashnia jone vjetër, dhe mbjen shtone nuk e ngal.
nga pritja lodhet zemra, as që më nuk fal. Dashni e qmuar si kuka, digjet floken dada. Le të digjen edhe kujtimet, jeta s'është sa hal. Ashtu si qist premtimet, le të shuhet shpirtin ngrat. Të haroj nga dal, zemra me asgjë nuk fal, se dashnia jone e vjetër, dhe mbjen shtone nuk vjen ngat. Të haroj nga dal, zemra me asgjë nuk fal, se dashnia jone e vjetër, dhe mbjen shtone nuk vjen ngat. Të haroj nga dal, zemra me asgjë nuk fal, se dashnia jone e vjetër, dhe mbjen shtone nuk vjen ngat. Të haroj nga dal, zemra me asgjë nuk fal, se dashnia jone e vjetër, dhe mbjen shtone nuk vjen ngat. Kalojmë në një moment tjetër të veçantë. Ajo është një artist i rrallë, shumë vjeçar. Artist që megjithatë një ditë kishte emigruar, por tërë jetën e tij ja ka kushtuar atë dheut e këngës shqipe. Vjen sonte me një këngë të re, zonja dhe zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, zotëri Xhemail Murtishi. Zotër Xhemail, mirë se erdhe. Pe që e vuna theksin të ija. Xhemail. Normal këtu në Kosovë më thonë Xhemail, po Xhemail me i. A ne ka Shkodra Xhemal. Nuk prish, po veç pa emër mos më lini. Veç pa emër mos më lini. Po si e burrë? Faleminderit shumë se falenderoj nga zemra se këtu të ju e kam pas derën hapur gjithnjë. Po këngëtarët e kanë derën hapur gjithmonë në skenat. Jo gjithmonë, po ju jeni të veçantë. Ju falenderoj nga zemra shumë. Po dhe ju jeni për mua një këngëtar shumë i veçantë, një artist i veçantë që përkundër vështërsive të jetës, një jetë të tërë, thjesht në shërbim të atë dheut, si familje. Dhe tash kur jemi bashkë, nuk mundeni që të mos duar të rokasin vllajën tuaj, Levidin që është një idealist, një atletar, një dhe t'japim shumë duar të rësitje të prej. Dhe po që s'ja ke këti shlimin atë dheut as një moment, as me pun, as me vepër, po as edhe me këngë. Tanë jetën i ke këndu vendlindjes, dashuris për atë dheun, qëfar djenë kur i këndon tokës? Venit, prej pozicionit të Gurbeçarit. Tani, ne Gurbeçarit kemi emocion të veçantë, sepse nuk janë pak, janë 39 vite në Gurbet. Duke lënë familjen të gjitha, ajo kënga ka qenë që na ka mbajtur gjallë. 39 vite? 39 vite. Sa vjeçar? Në Gurbet kam shkuar 24 vjet. Ike nga, ta quajmë ikje, sepse... Edhe tash llogariti vetë. Ishte shkurje me detyrim? Me detyrim. Prej shkolle më larguan, kështu që mbeta u detyrova t'i jashtë. Të mbijetoje, të ekzistoje. Se ja këshin vënu emrin vijën e kuqe shtëpisë tuaj, familjes tuaj, emri tuaj. Mirë po, rasti i shtëpisë ndodhi para si vëlla biti, hapi gjimnazin privat në Ladorish në fshat, me vull të gjimnazit Hajdardushit Gjakovës, dhe kështu që shkaku bëjo shkollë që u hap, e cila funksionoi 5 vite. Mirë po më ne ndodhja që ndodhi, kupton, derisa e mbyllën shkollën. U rrethu fshati, u bën nomje. U burgosën shumë shokë dhe idealist, kështu që. Arti juaj, sikur ka lind nga malli, shoh një... A është malli motivi më i madh që ju ka mbajtur juve si këngëtar, malli para dhënë? Ma merr mendja që po. Se
gjitha ato vite dhe pa familje, unë kam jetuar në Gorbet, dhe më thënë kam punuar bashkë me gruan time, dhe të them me nuset time, të cilën... Që e kemi këtu e duhet të pasim se... Të cilën e përshëndes se... Nuk kam mbetur këra në gjithë rrugëtimin tim deri këtu ku jam. Kurse fëmijët i lash atje në Madhej, kryen në shkolla atje, dhe me thonë ajo që ka qenë, ajo shprastira që nuk dia mund të plotësohet më në jetë, mirë po përsëri ndjem krenar për punën që kam bërë, për kushtimin ndaj Adheut, ka gëzoj respekt jashtëzakonshëm, sidomos këtu në Kosovë, këtu në shtëpinë time. Po je në shtëpinë tënde? Patjetër. Po se jemi ne mo, Patjetër. Xhemail. Patjetër. A e mendon këngën që vërtet si një diçka që ta ka shpërtu shpirtin, edhe që ka qenë kënga, muzika, streh që të ka dhënë forcë? Kënga ka qenë ajo që më ka dhënë forcë, që të them më ka mbajtur gjallë, dhe jo vetëm mua, po të gjithë ato mërgjimtarë që më kanë adhuruar, sepse unë, si thash, 4 vjet që po këndoj atje në mërgjim, si para lufte, gjatë luftës, tash pak edhe më radhë, kënga ka qenë ajo çelësi kryesor. Që të ka thënë forcë. Këndoje në shtëpi? Non stop. Non stop. Çdo herë. Fëmijët kanë shkuar rrugës tënde, këndon ndonjëri? Jo. A sa fëmijë ke? Fëmijët i kam 3 djem, të cilët i shfryzërasin të përshëndes gjithë. Shqiptar 3 djem. Me vullë, Me vullë. E më janë formuar tamam familjar, si shqiptar me një fjalë, gëzon respektin si unë ndaj tyre dhe ata ndaj me, kështu që familje të shëndosh. Zonja pak më vështirë, me 4 burra në shtëpi. Patjetër. Do më thonë ju dy fishun, hjekat. Mirë po, ata tash i kanë gratë e tyre, dhe janë të martuar gjithë, se unë jetoj me gruan. Këngët, kryesisht kush ti ka bërë, apo i ke bërë vetë? Jo, kam bërë vetë, kanë kryesisht për parim të mçini, ndjerë, mandej... Për parim të mçini i madhë, që nga skena për homazhi japën. Për parimi... Mandej kolegët që edhe kemë bërë këngë bashkë, Arben Ajdini dhe Menderes Lumani, po kam pas bashkëpunim edhe me Hysniu, që ishim në kaluar mysafire këtu, me mentor më shkollën këtu. A vetë ke bërë ndonjë këngë? Bëjë ndonjëherë? Ja, nuk jam përkushtuar, kam bërë një këngë gjatë tjetër mërgjimtar, kam kënduar moti me tekst të Salimanit, pastaj e kanë kënduar shumë rapsot kështu në Përodar, më vonë. Një jetë e shkuar, rezistencë ndaj slavëve, me thana, nga asaj Jugoslavie, pastaj mbetjeve të saj, si që ishte Macedonia më pas, e kështu me radhë punë, rritje, edukim, përkushtim, për familjen, për venin, për Adheun, krejt këto me mbledh në një këngë, cili do t'ishte në i vargë, disa vargë që këshin me përmbledh jetën tonë në një këngë. A ke menu me shëndëru në këngë, mos me tregu që është jeta jote aty? Do duhesh jetë në infrashëri. Ta shkoj tekstin. Nuk mund, është shumë, dhe me thënë, ka shumë sende që kam përjetuar, kështu që nuk mund t'i përmbledh ato me një fjalë, po nuk kam edhe ide si mund t'a quaj. Sante do t'a promovojmë një këngë të re. Cili është mesazhi që e bardh kjo kënga juaj më e re? Kënga titulohet i kushtohet Vajzës Strugane, është me motive jugu, me tekst të Menderes Lumanit dhe muzikë dhe orkestrim të Ibrahim Islamit, Bale me pseudonim, të cilët i falenderoj nga zemra. E këndova dhe në festivalin këngë i Honë Strug, dhe më dhe në u prit mjaft mirë, do të ndigjojmë edhe këtu. Struganes. Vajza Strugane. I kështë kënduar Struganes më heret? Po. Me që jam nga Struga, s'kam se ku Si jam u remendje në... Me këngë. Me këngë jam u remendje. Kënga që? Vajza Strugane. Vajza Strugane. I e knashur me realizimin me... Shumë. E ke bërë klip, apo do t'a bësht? Po, e bërë klip. E bërë klip? E bërë në Struga ty. E bukur shumë. Tamam. Tash për shion, ke danë pension, po për shion. Dole para 3 vite. Atë dheun ku shëtit i lirë, se dikur e ke pas të vështirë dhe të shëtis që i lirë?
Mirë po tash po e shijoj, kam ecë, do me thënë në Kosovë mos flasin, nuk ka vend që s'kam qenë, edhe vi shpesh herë në Shqipëri gjithashtu, në rrugë më mos flasim, kështu që lëviz shumë, jam vital. Çka nuk po na rahatoheni në aspektin politik ju? Dëgjoj, çfarë menduam në fillim për çfarë organizuam, jo, nuk doli, po më rëndësishë që Kosova u pavarësua dhe i harruam të gjitha. Jo, veç më rëndësi është që megjithatë atë liri që e kanë shqiptarët atje, e ka sjellë UÇK-ja. Edhe veç UÇK-ja mund ta mbrojë. Patjetër, ajo është me Dhe i vull. madh dhe i vogël, e plak e i ri, e plak e re, e çdo qenje që i thot bukës buke, ujit uj, do ta di, që veç UÇK-ja e ka bërë, e bën dhe e mbron. UÇK-ja është zemra jonë. Respekt për gjithë dëshmorët që dam jetën. Ne dhe dam kontributin, mund ta quajmë modest në atë fjalën popullore, atë që punë që bën mirë, po nuk kemi ndetë edhe një, do me thonë, kemi ecur, kemi lëvizur, derisa erdhi kjo ditë. Po na nuk kemi fajtor që Ali Ahmeti është UÇK-ja tash. Jo, patjetër, respekt. E di që të vend vëndi edhe të prek në atë emocion, po ta lëm s'kene se sonte po promovojmë këngën. Edhe, do më thanë, ke vazhdu mi thanë zonjes që kjo struganja është kjo. Vajza struganja është kjo. Jo, ajo e di që është për ata. Kjo dhe vetëm kjo. E di ajo që është thështë. E di. E ishte kënaqësi, s'kena për ty, le ta promovojmë. Shumë faleminderit. Po t'jam zërë në du shumë t'je dit. A kur je nëzër? Pasha zëtë. Po dhe po e di. Njeri që sheme disponë Mirë, fulje vërse. faleminderit si e ti që e vesh ka strash, Pasha tu se po zot. bjen që ki që për jashtë. Kontinjar kompjet. A në kontenjer ke Të feta? mam shelin dhere. A po a? Po valove, po. Sa po bënosh në kam qenë, ha? Me qero, hajtë pagu jeshtë, të pagu Edhe, Nga, urda. qare, gjatë. To kom lutë, më ke kry punë e njeri të i veti, Po gjatë. dhe po, pa, Më në të që kur ta mësoj një birë, se s'nolla mo. Tu jam unë, po dhe po. Ty be jo vesh ti, krejt kur e mësojnë. Pasha zotin, o bo puna mi. Qëre, ti e di që o bo zërë po kare me gjithë në use pasha zotin. Femnat janë bo materialiste. Po dhe. Në TikTok, tash, qëre këtu një hera kon, e moj men, një vlohë jemi, teshat e merë kënë këjshi. Po? Një kërë të keqin këjshi, dilë ke rajnë ke femne, se si lonë që këtu një herë me dollë, për që ke rajnë të tonën. Edhe, jam pasur një këta këshë e merë kënë shpimo, pasove që ka që ka përse këne për shpimo, a sot, mi thok kam pare, ti këshyrë kushtët. Po, a? Në shama kamerën, s'ki ka ik me kojtë nonën. Ha? Tishe teshat, teshe shpinë, na qëfar banjo ki, ku banën, cëllin ka që shumë përren, mona e. Qashtu, live krejt, ha? Pasha zotin, po, edhe si të fësh me të pare, si, a ki pare, shka punën, të ke poja që më la me të pon la. Po dhe? E kom rajt njënën. Ha? Ish marak më pare, edhe pjo dhej ke juve shumë, Jo. më ka po, këtu Allah hide, shka e ki na imi, shka e ki mirin, thër vëllohe, e kam babë dhe mam. Jo! Po, zotin, që më do që hëllë, që e kom rajt ashtë i na imi t'jam. Edhe e kom u të menën. O, së më dhej ke miri, u trari ke mas t'i ovish një fëtë me bo mirin. O, aman, thash, o, së dush, thash, se mame ki, e kam. Tha, mam, po, tha, në mlash njerë me përqaf, tha, pa orë se lo. Thash, vallohi, mame kam, hajde përqaf e gjithë ditën. Thash, ti përqaf momin, unë e ty, thash, lam kom e shku. O, si të vjenë me zbanizon, unë e ty si ri babë me shmutrullavë, ti pak. Jo, s'ka problem. Edhe ty miri, si tha, mam, ti thuj, e bojmë një test. Ma ne e bojmë. Hajde, miri, ka miri, unë për mu. Mam, Urdhno! miro, babë ti pedin, Po, djali, se jam, e babën di, pak e e kam di. të lavë. Po, djali jam, e di. Kashtu, mëre ladra manonën. Me sa krysin, des babë dhije sa në shërë. Po na shtem kështu në tjetë farë. Ne, mi mam, se vallohi, griza po përta. Hajt. Qëra tjena. Hajt, na feve qafën. Hajde. Qërë ma nusën, ne. Babi, kjo është një që jam. Si, A e mirë? mirë je? Mirë, faleminderit. Jo? Si po kalon? Mirë. Kaljemin për një, djalin Po, tem. po, Po, a keni ini taku mot, a keni fol, a keni... po kemi fol. Qa, keni fol shumë? Jo shumë. Pa qef me orë mjo po, tha A, me po, po a? bobin tane, ma shumë orë për Jo, momin. shumë mirë ke bo, shumë mirë, Që, pa tjetër. që momi jem, se atë këmë thot që është e re, i kosim i pos 20 vjetë, për qaf e momin se ke pos se me Shëndetje. përshon. A e mirë? Mirë, faleminderit. A po të pëlqen ky djalë jam, a? Po, po marrë shumë erdha për ty. A marrë shumë erdhë për mu? Po, Për qaf edhe era, ati shka më ka thonë miri, ta shka të Po, zëj. qeni për qafën. O, kam qef se ke me për qaf miri, so fort.
Na me ditë së femna kish qenë me përqohë mirin, po ti trullan se s'pil shoka 50 euro, edhe mi tho për qafne. A mo ki kujdes veç femnat, shumë jetë veç për femnat. Le bo me shku për gjishinit, kur ti shish kejt diasporen me autobusa. Kja Amerike. Kjo është nona. Po. Që fa nona kam, veç ki kujdes, nano. Kjo ko qef pak adi, mu vesh hëll, valoj neve na vjeve në vërzi, familjarisht. E mami na të shef? E mami, bobi pjallën, mami kur të bosh si mami po. Pse unë ju? Edhe po ko qef na jem, adi, minrejsh pak butëks, buste sene, dhe na nuk dhe ju. Që dhe Miria ka po qef drosa ku ka përru me bobin, se po arrej pi tham nemen. Se adin njeri, po dhe, gjithsejt njeri të mu, momi. Nuk është që nuk lejojmë, po, renaturale. Ua të na, që s'ka po tam, të na bast. Miria kur orë dros, sikur bubrec. Stop, që s'ka bon, rëp, se je ka me hongë mirë. Po, momi, a Miria pet tasha? Po, a pet këton Miria, s'ka lidhje. Po më ka metë se televizor, momi, stoga orë që edhe ti. Po të thamë që kena me dho me hongër mirë, vëlloj, sun kime hecë, me kolis keme që. A besoj që e kam baba, a besoj që? Po. Tha nuk e ki baba, vëlloj, i bëj shabej, me që të durum ka rejtë. Ja, qashtu e kam... Me që të durum ka rejtë, që të kumë thith 4 vjetë, që të që. Ja që... A që të në bobi, nuk e rënë. Po jeso, unë e këto kam me grutë parë, veç të na i thëtë mamë kësa. Po, të më ka rritë. Ku e keni pështjel krejt, mani se unë e kalzoj drejt. Ani mirë, mamë, Po? lutna, ta shti nusat ka orë për jetë porë, me se shëpe edhe bakshish. Ja, se lëshaj. Se adi mora kjesh na une. Hajtë, që për hatër. Po të shysh po ta qef me përqofa dhe bobin të? Ja, bobin, vëllaj të na s'ko me përqof. Bobin e përqof momi. Që jetë ja te? Qëre qëfar momi ka? Ku me ti lonë? Jam i kështu do. Qëre qëfar momi ka? 20 euro rap. Falemnirë se son të kena me dollë pak me qëllit. Bab, ako na i sen pite janë? Po qësh ja, dhe pejmi e. Na të shumë? Kësëre ta janë ta din krejt, që ta ma qore. Dëjo! Ta sera, ja dhe momin e përqof. Ja, mami, që s'ka vona? Edhe me s'ka vetë me qëtër po zhutë pak ma shumë, qërë. Jo, s'kam me veti sonte ma... Krejt kom ja vonë, hiç ka problem, kjo veç let... Ja, kërry kejt pa Po ka e mirë, Po kem qenë me dollë pak adi mu knoq në centa, një A një ke vetë ka familja vetë, kështu që janë dhe te? Dojt ka i ka e. A kush për vetë? Po i kish dojt e mirë. A po, dojt e mirë, kisha e Se në tjetë pa vetë se morëm. Shumë mirë, ani mirë. S'po të vënojmë shumë, a ki mundësi edhe kjerën bre bab, e ko morë lejën frek. Ma bre se kjerën duhet. Një pjanë kana me dojt që të pak të vdojnë, a pak me femën e qes duhet. Vëlloj goj ka dole. Që? Merë dhe kjerën, merë. Hajtë, merë. Alo, nuk po të besaj. Pse mos po mbesën? Po ju da? Ka pe kjerën, shko atje dhe zman zema se viju një stash. Por e bënëm heth. A ti përshëndet? Përshëndete. Dure në s'karu mja mor durën. Ja, s'ka lidhje. S'ka lidhje, s'ka lidhje. Sko da, se hera po. Ej, të përshëndet. Hajde, Ta bona urime. qesin. Më i gru. Ta bona qesin. Shkoj, i zotit të. Shka të po jadash? Ja s'ka pore, mo jetë rritira. Pasha zotit nuk rrit. Meriton. Qilsat e kjerën. Ja, pa jadoj kërë dhe për pështin, pasha zotin. Jo, në e më të hëngë. E Santeja në Prishtin, ti ma fale dashurin. Një dedike e më le, një fjallë vetme nuk ma fes. Po e pres, një vjet, lumë turine vend të vet. Thema dashurin, eja në Prishtin. Thema dashurin, eja në Prishtin.
Pritja shpirtin, po më ngrin, dashuri moj në Prishtin. Po pse ëndrën me ma vra, djelët rrit për ty më nuk ka. Po e pres, nimi vjet, lumëturin e vend të vet. Thema këthema, dashurin, eja në Prishtin. Thema këthema, dashurin, eja në Prishtin. Në Prishtin, në Prishtin, në Prishtin, dashurin. Në Prishtin, në Prishtin, në Prishtin, dashurin. Thema këthema, dashurin, eja në Prishtin. Thema këthema, dashurin, eja në Prishtin. Për sonte inspektoretëra. Plani mirë, ndroni bukur dhe zgjohuni në pace. Natën e mirë, miru pasim javës tjetër. Pace.